Po duket se dramat e Big Brother nuk po ndalen edhe mes fituesve të Big Brother VIP Albania. Përkundër që e ka mbështetur Gjestin fituesja e edicionit të 3 të Big Brother VIP Albania 3, ka disa fjalë për Gjestin dhe çfarë pret në të ardhmen. Në postimin e saj në Instagram, të cilin e ka bërë gjatë festës së organizuar nga Shtëpia e Madhe e Medias Top Channel, ajo shpreh kështu për Gjestin: "Sqarim, më në fund mund ta bëj. Unë kam alergji ndaj maskave, prandaj kam mbështetur atë djaloshi në Big Brother VIP. Ai ishte e keqja më e vogël në këtë edicion. Fatkeqësisht shoh për te dhe them që edhe ai shumë shpejt do të shndërrohet në një maskë. Duhet shtyllë kurrizore për t'i rezistuar reflektorëve. Fytyrën nuk ta jep shkolla, por shkolla të bën njeri." Egla në prononcimet e mëparshme ka thënë se Gjesti është djali pa shkollë që ka frikë shumë banor dhe ka shtuar se Gjesti ka ndryshuar frymën në shtëpi, duke akuzuar banorët se e kishin kthyer shtëpinë në një azil pleq. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.